Nga në këtë djallin e Udbashit Berat Buzhala që ka deklaron në televizionin e Shqipërisë para 2 nete. Veç nga në. Kujt edhe pin kafe në Berit Kosovë, shkoj shqiptar me pi kafe në Berit Kosovës, i cili është vendbanim me shumicë 99% serbe. Çka po kërkon ti me pi kafe, sikur më dorë, a dole keni punë në gjë. Po me shndru në atraksion turistik, në vendbanim me shumicë serbe. Vetëm pse ky thotë kena policinë dhe i vani sigurt, që do këtë seksi, po është banale. Domethënë me shku shqiptarët në vendbanim serb atje. Sikur më shku çfarë i marr të Kosovë. Ha? Më shku shqiptarët e Kosovës në Kosovë, po thoti. Po jo, ole shkojnë në Kosovë që është ndaluar. Po pse me ky është ndrojnë atraksion turistik? Po ju pse shkojnë në ekstremin tjetër? Ore s'po bën gjë, mirë po shku. Kjo akuzon shqiptarët, pse shkojnë shqiptarët me pi kafe në veri atje. Po ti o djalli i Udbashit, ti pas ke drejt me shku me ble tokë në veri atje, ti pas ke drejt me shku me ble gortës në veri, e njeri normal me parat veta shkon e pini kafe, ku dënë, na po shkojmë në Francë, po shkojmë në Turkije, po shkojmë në Greqije, në Shqipnije me pi kafe. E s'pas kum na drejt me shku në Kosovë, në teritorin tonë me pi kafe. A ti birshkin nëse i shkavit, ti ki drejt me ble tokë, e me ble gorthysa të shkita atje që rëmë 90% me popullat sërbeq, po thuti, ti ki drejt me bon gjashka në Kosovë, ama na jo. Se ti ki drejt se ta kanë mënsu dë hajna që sot shiten patriota. E ta kanë mënsu ti sot me hangër me pi, e i ke bon 27 milion, i ke bon pare pasi ditë punë. Ti si gazetar, kishe si gazetar, pa kryja si ditë shkollë. E ke shfrytzu bonarin, që e din shumë mirë që ta kanë shti babën bonarë, ta kanë raja, ta kanë sakatu. E ke pranu dhe vetë, e ke thona vetë, e ke ba akuza vetë, vetë i ke qush të dëshmin në Hagë. Sot del lot krokodili, thët, jo, une jam kundër Hagës. Po qysh jeti kundër Hagës, kur ti pari ke qu senet në Hagë. E këshyri këtë Udbashin tjetër, Dugaxhinit, ai që mon atë programin politiko, këfar patrioti tjetër, nga në mirë. Kjo është vila e Ermal Pandurit në Batllaf të Podujevës, e cila ishte pa leje dhe u rënua. Kjo është arsyeja pse Ermal Panduri shpif në çdo emision kundër Shpejtim Bulliçit dhe lëvizjes vetvendosje. Kjo është vila e Ermal. Anit, kjo është vilë me pas, se s'po guxo me qitë videon, me pas far vilë, 1,5 milion vilë, gazetar, 300 euro në mujtë, vilën, le shpia që i ka banesat e sene, jo që dije sa i ka, se din kërkush, po vilën 1,5 milion, me bazen, s'ka i liqenit. Edhe del për vaqica, del ato, jo po kë kështu ban akuza, e shon njerës veç se ka mundësien, e ka televizionin e vetë, dalin që si për vaqica. Njone më shkujt e tha pse tha je ka shumë kundra këtyne gazetarve. E thash me të kallëzu drejten, onë 2 profesione që nuk i du heq njetën teme janë qëta gazetarët e sotit, edhe doktorat. Tha pse. Në kohën e luftës, nuk e mujt me gjetë gazetar shqiptar kërkon heq përveç Nohib Bytyqit, edhe kë tjetri që ka punu Kosova Lirë që ka dhënë lajme, janë veç 2 gazetarë. Sot ata të dytë janë fukara, ka 215 marrin pare rrugë për shtetë Kosovës. Vetëmit janë gazetarë, nësret plana se arru venin në dur mes, që janë kanë kërkun në teritor të Kosovës
gazetar nuk e pa kur heq. As një. Kërkun hez. Vike Gjermoni me push 20 krah. Çdo vend, çdo pozicion. E din shumë mirë Smolicës kush akon atë konë Smolicën, në fshatin Marine, që ka nejt ka 2-3 javë me neve. Ka hangër, ka pi. Gjermani për Gjermani tu qaj ke vike, hi ke në vit frontit, ku kërset ke në ploma i pari, shka ke me këqyr, e me gjëru shka për punat. E sot qëta për vaqicat, e sot i dalin, e thonjë ja po, nakështu e nakështu, e njeva batën kurvën, par pram ku kem në emision, ku më dull video, të thonë, one ku më organizu puqin për me zhban gjëkatën speciale. Mos e kanë votu, se kjo e ka shtime votu një harash më thoqin, se qëta kanë mashtru. Tani, thët, one thët jam konë iniciatori, këqyre gazetar, i prejnë teshat e Kosovës. E nin Berat Bozhalin të i thonë, Batën Agjis, ti je i pari, thët, që ja ke qitë kufet Kosovës me malin e zi. Këshërë popull ku ke narona. Që kur ka pas Kosova nevoj për gazetar, këta se janë konë kur ato. E për qëta këtu për vaqit sa me shaj, i orej, i shaj edhe ata që ja kanë dhonë mundësien që këta njerëz më bon milionera. E njeri si Nusret Plana, që ka najtë në bunker ditë e natë, të mënu me dhonë 15 minuta lojme, sot i ngroti merë 215 herë në mujtë, edhe nuk e respektën kërkush, nuk e thirë kush njeri gjallë, pe shty një komandanta me thirë me pi kafe në Nusret Planën. Jo, se jo ka thonë që shka mundësi që 7 komandanta 7 milionera. Edhe që ata gjeni kanë dhonë mundësi që ty një shpion në vdjem të utbasha me konsot milionera, të e dhonë të ndera, të e dhonë gorthës, të e dhonë ka 2-3 hektar tukë, venin më të mirë, apo dënë Brezovic, apo dënë Graçanic, apo dënë Beri. A dalin në shesin moral, thët jo, po unë jam gazetar. Unë thët kam drejt me full gjithshka, ti nuk i drejt me full gjithshka. Jo, ma na kem drejt me thonë, kush je? Ti veç je një djali një shpionit, djali të bashit, që pahiris të kanë marrë me shti babën bënar. Se nuk është bësh qashtu hajt, se s'kanë marrë kur kërkan, nuk e kanë prejt me dur, pa koni i përlym me shki. E ti e koni përlym me shki. Për që ata sot, dele e ofendon shqiptarët, i thu shqiptarëve, qysh shkojnë shqiptarët me pi kafe në Beri. Edhe kjo i pengoj ka ta shkëtyne, pse shqiptarë shkojnë me pi kafe në Beri. Që ku këna mëri. Edhe shëtit të shlirë, në për Kosovë kë, hanë e pene, ka bon pasoni 27 milion. Jo, veç shaje, Kosovën, shaj shqiptarët, ti e patriot. Patrioti numër 1 kë, tash edhe në ditë këtë në del komandanti i nëj grupit atje të qëkës. Jo, tash pallin hero, tash, Berat Bozhalin. Kërë po Shfatmirin, me ka push komandant veteran, Berati veteran, dhe tjetër veteran, thash ja, s'pas ka mit, as një shpion pa bon veteran ju që kësë burë. Dhe se ju përshëndes ka dhe një mirë.